Ka vjuar me ritme të larta puna për të bërë gati për shtrimin e asfaltit në rrugën Albano Romina. Investimi po realizohet nga Bashkia e Vlorës, pjesë e buxhetit të këtij viti, ndërsa synon të përmirësojë situatën infrastrukturore edhe pas ndërhyrjeve të bërë në këtë rrugë nga firma e cila po bën të mundur shtrimin e rrjetit të ri të ujësillësit. Pritet që sipas burimeve pranë Bashkisë së Vlorës, rruga të shtrohet me asfalt gjatë kësaj jave për të qenë kështu me parametrat e duhur infrastrukturor, por edhe për të realizuar në të sinjalistika rrugore. Edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, ka theksuar se tashmë bashkia në bashkëpunim edhe me firmën që po shtron rrjetin e ri të ujësillësit, po përpiqen që rrugët ku është ndërhyrë të kthehen shpejt në një gjendje sa më normale, duke qenë se jemi edhe në prag të sezonit turistik. Unë dua të jem paktën edhe në koherencë me veten, po qoftë edhe pjesë të transparencës dua t'i shpreh komunitetit vlonjat. Kam bërë një deklarat dikur në muajin tetor mos gaboj vitit të shkoj, që kam thënë deri në muajin mars të gjitha këto akse ku janë bërë çarje nga investimi i ujësillësit për ujin e pishën 24 orë. Dhe sot jemi përpara një fakti që ende nuk kanë mbaruar, por kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi marrë me atë punë, por kompania ka pasur ato problematikat e veta sa i përket pjesës së testimit sipas zonave që ata kanë vendosur. Megjithatë, ju e shikoni vetë që janë disa akse rrugore që ka filluar të bëhet ky investim, pra po asfaltohen kanalet që janë hapur. Shpresojmë të mbarojmë sa më shpejt, dhe sidomos rrugët kryesore mos të kenë këtë problematik. Po presim, ne jemi gjithkohës që ushtrojmë presion kompanisë të bëjë maksimumin, dhe ata japi diku llogari që është Banka Gjermane për Zhvillim, megjithatë po ecim përpara. Kryebashkiaku Dredha ka folur gjithashtu edhe për rrugën mbi tunel, ku edhe këtu pritet që shumë shpejt të nisë asfaltimi i rrugës. Bëhet fjalë për investimin Lungomare 3, nga tuneli në ujë të ftohtë deri në Orikum, që pritet që brenda këtyre ditëve të nënshtrohet edhe ai nisjes së procesit të asfaltimit. Shiko, Vlora është e gjitha kantiere ndërtimi, ju e keni parë, dhe duhet mirë kuptojnë qytetarët. Këto investime do bëhen duam s'duam ne, dhe nuk bëhen brenda ditës, e thash edhe pak më parë. Megjithatë, një lajm i mirë është që do të fillojë shtrimi i rrugës nga tuneli deri në Radhim, pra deri në pothuajse deri në Orikum, që është gjë shumë e mirë, do të asfaltohet e gjitha, gjë e cila sjell edhe një lloj shprese për gjithë ata që operojnë apo bëjnë biznes në atë zonë, dhe patjetër pastaj gjithë akset kryesore në qytetin e Vlorës, në bashkëpunim me kompaninë kontraktore që po merret me këto punime, e thash pak më parë, do të bëjnë maksimumin që ta minimizojnë sa të mundë, nuk po them që do shtrojnë gjithë Vlorën brenda një muaji gjysmë, do të jetë utopike ta them këtë. Megjithatë po ecim me ritme deri diku të kënaqshme. Asfaltimi pritet të ndahet në lote në Lungomare 3, ku fillimisht do të realizohet loti i parë i asfaltuar nga tuneli deri në Jonufër. Ndërsa gjatë sezonit turistik parashikohet që pjesa më e madhe e rrugës të jetë asfaltuar për të qenë aksesueshme për vizitorët vendase të huaj që do të frekuentojnë këtë zonë bregdetare.